Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Unë quhem Arta dhe jam 38 vjeçe. Jetoj në periferi të qytetit dhe për shkak të punës dhe angazhimeve të përditshme, pothuajse gjithmonë jam në lëvizje. Makina është bërë pjesë e pandarë e jetës time. Pa të do të ishte shumë e vështirë të arja në punë në kohë, të bëja pazaret apo të kryeja detyrat e përditshme. Ajo ditë filloi si çdo ditë tjetër e zakonshme. U zgjova herët në mëngjes, përgatita kafen dhe dola nga shtëpia për të shkuar në punë. Ishte një ditë e nxehtë vere dhe që në mëngjes ndihej shumë vap. Rruga drejt punës ishte e mbushur me makina dhe njerëzit dukeshin të lodhur nga vapa. Kur arrita në zyrë, dita kaloi mes dokumenteve, telefonatave dhe bisedave me kolegët. Rreth pasdites, kur më në fund mbarova punën, ndjeva një lodhje të lehtë. Gjithçka që doja ishte të kthehesha në shtëpi, të bëja një dush dhe të pushoja pak. Hipja në makinë dhe u nisa drejt rrugës që të çon për në shtëpi. Pas disa minutash vura re diçka që nuk më pëlqeu. Treguesi i karburantit ishte në fund. Në fillim mendova se ndoshta mund të arria deri në shtëpi dhe ta mbushja më vonë, por pastaj vendosa të mos rrezikoja. Pak më përpara pash një karburant në anë të rrugës. Nuk ishte shumë i madh, por dukej i rregullt dhe kishte disa makina të tjera të ndaluara aty. U futa ngadalë dhe parkova pranë një pompe. Dola nga makina dhe pash rreth e rrotull. Një djalë i ri po merri me një makinë tjetër pak më larg, ndërsa dy burra po pinin kafe pranë një tavoline të vogël plastike. Vendosa të mos pres dhe të filloj ta mbush vetë makinën. Hapa kapakun e rezervuarit dhe mora pompën. Edhe pse nuk ishte hera e parë që unë e bëja këtë punë, gjithmonë ndjesha pak e pasigurt kur mbushja vetë makinën. Ndërsa po filloja, djali që punonte aty u afrua dhe më tha me një buzëqeshje: "Mos u shqetëso, mund ta bëj unë." "Jo, është në rregull," ja ktheva, "po e bëj vetë." "Shumë pak njerëz e bëjnë vetë," tha ai. "Shumica presin që t'ua bëjmë ne." Ndërsa rezervuari po mbushej, filluam të bisedonim. Ai më pyeti nëse vija shpesh në atë karburant. Unë i thash se ishte hera e parë që ndaloja aty dhe se zakonisht përdorja një tjetër më afër shtëpisë. Ai më tregoi se punonte aty prej disa vitesh dhe se kishte parë shumë njerëz të ndryshëm që ndalonin çdo ditë. "Karburantet janë vende interesante," tha ai duke parë rrugën ku kalonin makinat. "Njerëzit ndalojnë vetëm për pak minuta dhe vazhdojnë rrugën e tyre, por çdo njeri ka historinë e vet." Kjo fjali më bëri të mendoj për një moment. Ndërsa qëndroja aty, pash disa makina që hynin dhe dilnin. Një familje me 2 fëmijë ndaloi për të marrë ujë. Një burr me një fugon të vjetër po diskutonte për çmimin e karburantit me punëtorin tjetër. Në ato pak minuta dukej sikur po shija një pjesë të vogël të jetës së shumë njerëzve që kalonin aty për pak çaste dhe pastaj vazhdonin rrugën e tyre. Rezervuari u mbush dhe pompa u ndal. Unë e vendosa pompën në vendin e vet dhe mbylla kapakun e makinës. Ndërsa po paguaja, djali më pyeti nëse dita ime kishte qenë e lodhshme. "Si shumica e ditëve," ja ktheva. "Shumë njerëz ndalojnë këtu pas pune dhe duken njësoj të lodhur me mendje të shtëpia," tha ai. Pasi pagova, u përgatita të hipja në makinë. Para se të largohesha, ai më tha: "Herën tjetër që të kaloni nga këtu, ndaloni prap." Unë buzëqesha dhe i thash se ndoshta do të ndaloj përsëri nëse më dilte rruga. U futa në makinë dhe ndeza motorin. Ndërsa po largohesha nga karburanti, pash një pasqyrë në vendin ku sapo kisha ndaluar. Ishte vetëm një ndalesë e shkurtër, ndoshta jo më shumë se 10 minuta, por për një moment më bëri të ndalem dhe të vëzhgoj jetën përreth. Ndonjëherë edhe ndalesat më të vogla në një ditë të zakonshme mund të bëjnë të mendosh për gjëra që zakonisht nuk i vëre. Kur arrita në shtëpi, dita vazhdoi si zakonisht, por ajo ndalesë e shkurtër në karburant më mbeti në mendje. Ndonjëherë, jeta përbëhet pikërisht nga këto momente të vogla. Ndalesa të papritura, biseda të shkurtra me njerëz që ndoshta nuk do t'i shohësh më kurrë dhe mendime që të shoqërojnë gjatë gjithë rrugës për në shtëpi.